vi sot nga Brazili, nga São Paulo, për të garantuar ju se kemi miq më shumë se kur, se ju, demokrat, opozitar dhe opozitar shqiptar, në betejën me të keqen që përballemi, nuk jemi vetëm, por jemi me mbështetje të madhe dhe të fuqishme nga njerëzit e lirë, nga njerëzit që duan lirinë dhe të vërtetën në mbar botën. Me këtë rast, unë dua shpreh mirënjohjen më të thellë të gjithëve ju këtu. Ai ndërim që më bëri Internacionalja Demokrate e Qendrës, duke më zgjedhur në detyrën në postën e lartë të zëvendës presidentit saj. Është nderim për sakrificat tuaja, është nderim për qëndresën tuaj, është nderim për guximin tuaj, është nderim për mbrojtjen që u keni bërë vlerave të lirisë, të demokracisë në Shqipëri, të familjes, vlerat përbashkëta për mbar njerëz të lirë në botë. Miq, 3 ditë në punimet e Asamblesë Përgjithshme mund të them se çështjet më kryesore në ato punime ishin natyrisht Ukraina e para, dhe ju mbështet dhe ju shpreh solidariteti i plot kombit Ukrainas në betejën e tij për dinjitet dhe suverenitet kombëtar. U dënua me forcën më të madhe agresioni rus, pushtimi i Ukrainës, krimet e shëmtuara të njerëzimit. Në agjendën e punimeve ishte Venezuela e Maduros, në të cilën diktatori Venezuelës, një lloj si Maduro i Tiranës, vidhte çdo zgjedhje, pavarësisht se smirte votat.